Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Shkupi është ndalesa e radhës e protestës në mbështetje të çlirimtarëve të Kosovës që po mbajnë në paraburgim në Hag. Nga kjo protestë është distancuar kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Histria Mickoski. Kjo deklaratë është vlerësuar e papranueshme nga nënkryetari i organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s, Gazmend Sylla. Ne nuk i kemi bërë ftesë zotëri Mickoskit të marrë pjesë në këtë protestë. Këto janë deklaratat e ngjashme me të ish kryeministrit të Maqedonisë së Veriut në vitin 2001, deklarata që nuk tregojnë unitet për të gjitha entitetet që jetojnë në Maqedoninë e Veriut, tha nënkryetari i organizatave të veteranëve të luftës, Gazmend Sylla. Protesta në mbështetje të çlirimtarëve të Kosovës gjen përkraje nga kryetari i BDI-s Ali Ahmeti. Kreu i opozitares shqiptare vlerëson se protesta në përkraje të çlirimtarëve që do të mbahet më 13 dhjetor në Shkup do të jetë një zë i fuqishëm i qytetarëve që kërkojnë drejtësi. Përmes rrjeteve sociale, Ahmeti tha se lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës ishte dhe mbetet e drejtë çlirimtare dhe mbështetur nga bota demokratike. Ai po ashtu bëri thirrje për pjesëmarrje masive. Pas Prishtinës dhe Tiranës, tani dhe Shkupi do të buças për të vërtetën dhe drejtësinë. Sheshi Skënderbeu në Shkup do të jetë zëri i fuqishëm i qytetarëve që kërkojnë drejtësi për çlirimtarët tanë, apelon Ali Ahmeti. Lëvizje e gabuar e Ahmetit e komentoi kryeministri Histria Mickoski protestën e paralajmëruar të liderit të BDI-s në mbështetje të ish pjesëtarëve të UÇK-s që po gjykohen në Hag. Me këtë protestë po mundohen të mobilizohen para kongresit të partisë. Me këtë ata vetëm po e vërtetojnë se do ta kenë shumë të vështirë që në të ardhmen të gjejnë partner të koalicionit. Unë nuk e mbështes këtë ide dhe as nuk pajtohem me këtë marsh. Jam i bindur se as Bleni nuk do ta mbështes, deklaroi kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Histria Mickoski. Presidenti bullgar Omer Radev paralajmëron se përfshirja e bullgarëve në Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë së Veriut do ta përshpejtojë ndjeshëm rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian. Shpresoj që fqinjë ynë jugperëndimor ta bëj këtë sa më shpejt jetë e mundur në mënyrë që të hap derë negociatave për antarësim të plotë, tha ai në një takim me përfaqësues të organizatave bullgare në Manastir, Ohër, Shkup, Prilep, Kavadar dhe Korçan. Siç raportohet nga zyra e tij, presidenti bullgar theksoi gjithashtu se detyra e çdo shteti demokratik është të mbrojë në mënyrë efektive të drejtat e të gjithë qytetarëve të tij dhe të garantojë të drejtën e tyre për vetvendosje. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Ministri e Punëve të Jashtme e Shqipërisë në ministerialin ose Bestri konfirmon se siguria dhe përparimi i qëndrueshëm në rajonin tonë fillon me njohjen e Kosovës si shteti pavarur dhe sovran. Peace, stability and security in the Western Balkans remains a core priority for Albania. Recognizing Kosovo as an independent and sovereign country should be step one in this direction. Paqja, stabiliteti dhe siguria kudo në Europë vijojnë të jenë prioritetet tona kryesore. Siguria dhe përparimi i qëndrueshëm në rajonin ton fillon me njohjen e Kosovës si shteti pavarur dhe sovran, apeloi Elisa Spiropali. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.